Egli shkputet nga familja e Gjestit. Detaji që si shpëtoi rrjetit. Ky veprim i Eglit ndez alarmin. Marrëdhënia mes Eglit dhe Gjestit vazhdon të jetë një nga temat më të nxehta edhe pas përfundimit të Big Brother VIP. Çifti, që shpesh herë ndezi rrjeti me ulje dhe ngritjet e tyre brenda shtëpisë, tani po jep sinjale të reja, por jo edhe aq pozitive. Pas daljes nga spektakli, Egli qëndroi për 9 ditë jashtë shtëpisë dhe gjatë asaj kohe, ajo ndërmori një veprim që u interpretua si një tentativë për të afruar më shumë me familjen e Gjestit. Filloi të ndiqte në Instagram motrën e tij, Blerinën. Por situata duket se ka marrë një kthes tjetër. Së fundmi, vëmendja e fansave ka kapur një detaj jo të vogël. Egli nuk e ndjek më Blerinën në Instagram. Një unfollow që po komentohet gjerësisht si një sinjal i qartë se marrëdhënia mes saj dhe Gjestit, apo të paktën me familjen e tij, nuk është në drejtimin e duhur. Kujtojmë që në natën finale, Egli pati një takim me prindërit, motrën dhe vëllain e Gjestit, por që nga ana e familjes u vure një farë distance emocionale. A është ky fillimi i fundit për çiftin më të komentuar të Big Brother VIP? Apo ndodh një ftohje e heshtur pas kamerave? Apo gjithçka është thjesht një keqkuptim i rrjeteve sociale? Publiku po vëzhgon çdo lëvizje, dhe duket se drama nuk ka përfunduar ende.